Ministri Edi Rama ka mbledhur Komitetin Ndërministror të Emergjencave Civile për të adresuar situatën e krijuar nga përmbytjet e ditëve të fundit, të shkaktuara nga rreshtet intensive të shiut në disa zona të vendit. Mbledhja vjen pas protestës së zhvilluar një ditë më parë në Durrës, si dhe pas akuzave publike se hidrovoret nuk po funksionojnë dhe thirrjet për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Në reagimin e tij, Rama ka bërë thirrje për qetësi dhe durim, duke theksuar se situata kërkon menaxhim dhe ndihmë konkrete për qytetarët e prekur. Të gjithë i ka lodhur ky shi i ftohtë dhe i madh, sidomos kur shihen pamjet e shtëpive të përmbytura, dëmtimet dhe humbjet e gjë së gjallë. E di që fjala durim mund të tingëllojë si cingërisje veshësh, por është e domosdoshme, është shprehur kryeministri. Rama ka hedhur poshtë akuzat se përmbytjet janë pasojë e mos funksionimit të hidrovoreve, duke theksuar se rreshtet e dendura nuk ndalen me shpifje e as lumejt nuk kthehen në shtrat përmes protestave apo sloganeve politike. Sipas tij, thirrjet për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme vetëm sa krijojnë ndarje dhe konfuzion, pa kontribuar në rritjen e sigurisë për qytetarët. Ai ka theksuar se situata e rënduar nuk është vetëm në Shqipëri, por ka prekur një harë të gjë rajonale dhe europiane. Në fund, kryeministri ka vënë theksin tek ndryshimet klimatike dhe përgjegjësia qytetare, duke deklaruar se kjo nuk është më klima me të cilën janë rritur brezat e mëparshëm. Sipas tij, ndotja, hedhja e mbetjeve dhe shkatrimi i pyjeve vetëm sa i përkeqësojnë pasojat e ndryshimeve klimaterike. Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës në terren, ndërsa strukturat e emergjencave janë në gatishmëri për të ndihmuar qytetarët e prekur nga përmbytjet. Të gjithë i ka lodhur ky shi i gjatë dhe i ftohtë i madh, ku nga thjesht pamjet e rrugëve të përmbytura, shtëpive të dëmtuara apo punëve të ndërprera, tek vështirësia e rritur e qarkullimit apo dhe deri pastaj tek dëmtimet e pronës dhe humbjet e gjës gjallë, krijohet stres, krijohet frustrim dhe në disa raste edhe zëmrim. E di që fjala durim mund t'i tingëllojë shumë kujt si një cingërisje e tepërt veshësh, por durimi është i domosdoshëm në kushtet kur për më tepër çka po përjetojmë nuk është thjesht mod i keq. Shiu nuk ndalet me shpifje, si ato që nuk punojnë hidrovoret, lumejt nuk kthehen në shtrat me protesta, si ato që s'kan lidhje fare me arsyen pse përmbyten shtëpitë e ndërtuara në territore shumë vulnerabël. Red nuk shpërndahen me slogane, si ai slogani kronik i çdo gjendje atmosferike të rënduar, të shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Këto janë reagime që ushqejnë nervozizëm, jo zgjidhje, ushqejnë ndarje, jo ndihmë, ushqejnë çorodi, jo siguri. Në një situatë si kjo, nuk kërkohen fajtor imagjinar, u ndihmohen njerëzit real. Njerëzit nuk kanë nevojë për më shumë britma, shpifje dhe teori konspiracioni, por për më shumë solidaritet, mbështetje dhe bashkim forcash. Kjo është një gjendje atmosferike e zgjatur dhe e rëndë, e cila nuk ka prekur thjesht Shqipërinë për ndonjë arsye që lidhet me vendin tonë, nga ato arsyet që zihen në 700 tenxheret politike mediatike të Mexhelisë shqiptare, por ka prekur një hartë të tërë. Nga Italia në Greqi, nga Malizia në Kosovë dhe deri lart në Serbi e Kroaci, nga Maqedonia e Veriut e deri në Turqi, ku i njëjti i ftohtë, i njëjti shi, e njëjta dëbor dhe të njëjtat përmbytje dhe bllokime kanë krijuar të njëjtën situatë të rënduar në tërësi për njerëzit. Një mas ajri e ftohtë nga veriu është përplasur me ajër të ngrohtë dhe të lagësht nga mesdheu dhe ka krijuar një vorbull atmosferike mbi Europën Juglindore, duke sjellë rreshje të vazhdueshme dhe temperatura shumë të ulta. Prandaj edhe lumenjt rriten përsëri para se të bien, prandaj edhe toka mbetet e ngopur me ujë, prandaj dhe rreshtet e shiut të borës marrin një përmas krejt anormale. Ndryshimi klimatik nuk do të thotë vetëm vera më të nxehta, por do të thotë stinë të çrregullta, sisteme atmosferike më të ngadalta, e prandaj dhe më të papritura dhe më ekstrem dhe më këmbgulës në ekstremitetin e vet. Më shumë thatësira dhe më shumë zjarre,
më shumë vërbull atmosferike, më shumë përmbytje, është tashmë kuadrati i ri i klimës ku jetojmë, e cila nuk është më klima ku ne jemi rritur. Por patjetër që kur ne vazhdojmë i hedhim plerat rrugëve, apo kur vazhdojmë i vëmë zjarrin pyjeve, pasojat e gjithë këtij ndryshimi klimatik rëndohen ende më shumë, siç u rënduan ende më shumë në Shkozet dhe jo vetëm prej prurjes maramëndse të plastikës së mbledhur rrugëve nga lumenjt e dal nga shtrati që taposi kanalet e mëdhenj kullus. Aktualisht në të gjithë vendin janë ulur sasitë e rreshjeve të matura deri së fundmi, përjashtuar Durrësin ku janë regjistruar 41 mm shi. Një punonjës i bashkisë së Durrësit 54 vjeç është gjendur i mbytur pasi është raportuar i humbur një ditë më parë. Deri tani janë në rang vendi numëruar 1587 banesa me praninë e ujit, janë evakuuar 339 persona dhe 51 familje, po ashtu prania e ujit është konstatuar në 13.211 hektarë tokë bujqësore, ku një pjesë janë përmbytur, sikundër edhe disa qendra shëndetësore apo objekte arsimore. Sasia e rreshjeve ka qenë e jashtëzakonshme, deri në 300 mm, ose të ndryshe më shumë se sa sasia mesatare e rreshjeve që bien gjatë gjithë muajit. Pra, rreshjet 30 ditore mesatare të janarit kanë rënë për një periudhë 3-4 ditore. Një fenomen ky që siç e thash dhe më lart, si rezultat i ndryshimit të klimës, po bëhet gjithnjë e më pak i papritur në mbar botën. Për shembull, në disa zona të ulësirës perëndimore, sasia e rreshjeve në këto 4-5 ditë ka qenë rreth 25% ose sa çereku i sasisë vjetore të tyre në mesatare. Si pasojë një rritje të tillë ngarkese mbi rrjedhën ujore në kanalet e ujërave të larta, kolektorët kryesorë kullues, përrejnë malor dhe vetë lumenjt Drin, Bun, Mat, Droj, Ishëm, Erzen, Shkumbin, Devoll, Osum, Seman dhe Vjos, ka ardhur pasoja përmbytjeve pavarësisht infrastrukturës gjërësisht të ripërtrirë të mbrojtjes ujore si rezultat i investimeve të vazhdueshme të dekadës fundit. Aleatët politikë të shiut që shohin tek çdo tërbim i natyrës forcën që do të kompensojë impotencën e tyre kundër qeverisë, kanë llomotitur shumë për gjendjen e hidrovoreve, të cilët kanë qenë në funksion të plot pa pushim, duke evaduar sasira të konsiderueshme të ujit dhe duke parandaluar kështu pasoja shumë herë më të rënda nga rreshtit e këtyre ditëve. Deri tani, shkarkimet nga hidrocentrali i Vaudejës kanë qenë të kontrolluara dhe niveli i lumit Buna nuk ka arritur nivelin kritik tek kapërdresi i Shirgjit, duke shmangur në këtë mënyrë shkarkimin e ujit lumit Buna në Shirgj dhe përmbytjen masive të zonës në Shkodrës, si në kohërat kur qeverisnin aleatët e shiut dhe erëson përmbytje rregullisht edhe pa nevojën e rreshjeve të mëdha të kësaj natyre. Shkodra ka qenë praktikisht qarku më i prekur nga rreshjet, me vlera shumë të larta në disa stacione ku janë regjistruar shifra konstante mbi 200 mm në 24 orë. Duhet informojmë me këtë rast se përpara fillimit të sezonit me rreshje, drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit kanë siguruar gatishmërinë e kanaleve kryesore, kulluese, të kanaleve të ujrave të larta, hidrovorëve dhe patjetër edhe të flotës prej 29 eskavatorësh në drejtorinë qendrore.